Zjarri që nisi para ditën e së dielës në zonën e Drizës në Fier Vion të mbetet problematik pasi është përhapur në fshatin Peshtan. Flakët janë përhapur në një sipërfaqe të gjerë e të favorizuar nga era e fortë, po i afrojnë zonës së banuar, duke rrezikuar banesat e objektet përreth. Në terrenin janë angazhuar gjet mjete fikse e pezjet efektiv, të cilët po punojnë për izolimin e vatrave të zjarrit. Prioriteti i autoriteteve mbetet mbrojtja e banesave e parandalimi i përhapjes së mëtejshme të flakëve. Aktualisht situata është problematike, kjo është një vatër zjarri e cila ka marrë një shtrirje shumë të gjerë për shkak të terrenit, bimësisë dhe erës që e favorizon. Aktualisht jemi të fokusuar në mbrojtjen e banesave, pasi siç e shikoni ky është një zjarr që zhvillohet në zona të banuara ku ka banesa afër. Po operojmë aktualisht në terren me 10 mjete zjarfikse dhe me 50 efektiv të shërbimit zjarfikës, si dhe me mbështetje nga strukturat e tjera të bashkisë, siç janë botet e ujit apo dhe punojësit ndërmarrjeve të shërbimeve publike, të cilat bëjnë të mundur sa të mundën izolimin e flakëve të zjarrit. Terreni është goxha i vështirë dhe bën të pamundur operimin me mjete zjarfikse dhe aktualisht jemi të përqendruar me mjete zjarfikse pranë zonave të banuara dhe pranë banesave, pasi këto janë zona të cilat janë të banuara dhe banesat janë shumë afër dhe me ullishe të tyre. Sipas autoriteteve, terreni i vështirë e era e fortë kanë favorizuar përhapjen e zjarrit, duke bërë të pamundur ndërhyrjen efektive me mjete zjarfikse në të gjithë vatrat. Për këtë arsye, pritet edhe ndërhyrja nga ajri me synim vënien në kontroll të flakëve. Gjatë operacionit ndërhyrja në kohë policisë bëri të mundur shpëtimin një automjeti që rrezikonte të përfshihen nga flakët. Ndërkohë, autoritetet nuk kanë ende një bilanc zyrtar mbi sipërfaqet e përfshira nga zjarri, ndërsa operacionet për neutralizimin e vatrave vijojnë.